Rusia po merr masa për të ulur tensionet në Ballkanin Perëndimor. Kështu thot shefi i diplomacisë së Moskës në një letër dërguar presidentit të Republikës Srpske Milorad Dodik, përmes së cilës shpreh mbështetje për atë që e quan procesin mbrojtjes së kompetencave kushtetuese të etnitetit në Bosnjë e Hercegovinë. Unë ndaj vlerësimin tuaj të lartë për bashkëpunimin mes Federatës Ruse dhe Republika Srpska. Besoj në vazhdimin e dialogut të bazuar në besim, si dhe në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore dhe partneritetit mes popujve tanë vëllazor, tha Lavrov në letrën e publikuar nga mediat në gjuhën serbe. Ministri i jashtëm rus pohon mëtej se Moska po monitoron nga afër situatën në Bosnjë e Hercegovinë. Nga ana jone po marrë masa gjithëpërfshirëse për të ulur tensionet, për të garantuar paqen, sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan. Shkroi ndër të tjera Lavrov, deputetët e Kuvendit të Kosovës sërish dështuan të betohen edhe të konstituojnë legjislaturën e nëntë. Seanca ka mbetur te pika e parë e raportit komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve. Ndërsa ditët ecën dhe kushtetuta parasheh që Kuvendi duhet të mbajë seancën konstituive brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve. Ka një paqartësi në lidhje me mundësinë e djegjes së mandateve për deputetët. Nuk është paraparë një situatë të tillë kur deputetët vetë refuzojnë të konstituohen dhe ta marrin mandatin e tyre si deputet andaj realisht, këtu kemi një vakum kushtetuese juridik për arsye që nuk është parashikuar një situatë e tillë. Tha Mejlo Skokshi nga IKD.